Mirë se erdhët. Sot do bëjmë diçka pak më ndryshe. Do marrim diçka që zakonisht e kalojmë me një lëvizje të gishtit pa i kushtuar vëmendje. Një përshkrim produkti online. Dhe do ta trajtojmë si një tekst antik, plot me kode të fshehura. Burimi i vetëm është faqja e një fustani elegant me mëngë të gjatë dhe prerje asimetrike. Më pëlqen shumë kjo qasje. Dhe pyetja jonë është kjo. A është ky thjesht një përshkrim apo një manual për të ndërtuar një identitet? Sepse pikërisht kjo është. Një faqe produkti në mod nuk është një listë faktesh, është një ushtrim në aspirat. Dhe detyra jonë është të zbërthejmë arkitekturën e asaj aspirate. Pra po bëhemi detektiv të gjuhës. Saktësisht. Do shohim si çdo fjalë, nga prerja deri te udhëzimet e larjes, është një tull për të ndërtuar imazhin e një personi. Nuk shesin fustan, shesin një version ideal të blerësit. E tjerë, le të futemi punës së detektivit. Prova e parë, vet dizajni. Përshkrimi e zbërthen në disa elemente. I pari është qafa off-shoulder, me supe të zbuluara. Po. Thuhet se kjo nxjerr në pah klavikulën dhe shpatullat duke i dhënë veshëses një pamje elegante dhe femërore. Tani, kjo tingëllon bukur, po a është elegante dhe femërore thjesht një kod marketingu? Absolutisht që po. Është gjuhë e kalibruar me shumë kujdes. Fjala nxjerr në pah është thelbësore këtu. Pse pikërisht ajo fjalë? Nuk thot zbulon apo tregon. Nxjerr në pa i jep agjenci fustanit, e bën atë një mjet, një kornizë artistike për trupin. E kuptoj. Dhe elegancë e feminitet janë fjalë të sigurta, klasike. Të kujtoj një sofistikim alla Audrey Hepburn. Kujton blerësës, mos u shqetëso. Baza është klasike. Në rregull, pra po vendosin një themel të njohur, por pastaj menjëherë e prishin këtë siguri. Pikërisht. Detaji i dytë, prerja asimetrike me një çarje të lartë, e përshkruajnë si krijuese të një siluete tërheqëse dhe sensuale. Po, por ka një por. Fakt, dhe këtu bëhet interesante, pa e humbur sofistikimin e nevojshëm për raste formale. Mua kjo më tingëllon si kontradikt. Një pyetje shkëlqyer. Si mund të jesh njëkohësisht sensuale dhe sofistikuar formalisht? E po, pikërisht në këtë tension qëndron forca e mesazhit. Nuk është kontradikt, është sintezë. Sintezë? Po. Moda moderne shpesh refuzon kategoritë e ngurta. Ky fustan po thot, ti nuk ke nevojë të zgjedhësh. Çarja e lartë ofron guximin, modernitetin. Po? Por gjatësia e përgjithshme e mban atë brenda kufive të shijes së mirë. Po ndërton portretin e një gruaje që i njeh rregullat e elegancës, por zgjedh t'i thyej pak ato, sipas kushteve të saj. Pra, një lloj vetbesimi i kontrolluar. Dhe pastaj, për ta kompletuar këtë portret, kemi elementin e tretë. Mangët. Mëngët e gjata me detaje të valzuara. Këto sipas tyre shtojnë një prekje romantiste dhe dinamike. Tani kemi tre shtresa: elegancë, guxim dhe romancë. Duket si një recetë me shumë përbërës. Dhe si çdo recetë e mirë, çelësi është balanca. Mëngët e gjata shërbejnë si një kundërpesh. Ndërkohë që supet dhe këmba janë të ekspozuara, krahët janë të mbuluar. Kjo shton një shtresë modestie relative që e balancon sensualitetin. Dhe detaj i valzuar. Shton lëvizje, një butësi, parandalon që fustani të jetë shumë i ashpër apo agresiv. Pra, në fund, ke një personalitet të plot në një veshje. Klasike, e guximshme, romantike. Ajo është komplekse. Edhe ky është premtimi final i dizajnit. Pikërisht, vish këtë fustan dhe mishëro këtë kompleksitet, pa thënë asnjë fjalë. Ike. Dhe materiali është i tmerrshëm, i ashpër, i ngurtë. Sakt, e gjithë fantazia shembet. Si e trajton përshkrimi këtë aspekt, përvojën fizike? Dhe këtu bëhet lëvizja e dytë strategjike, thellohen te ndjesia. Burimi kushton një paragraf të tërë materialit dhe fjalët janë thellësisht shqisore, e përshkruajnë si të butë dhe të lehtë. Po, dhe diçka që rrjedh bukur mbi lëkurë dhe është i frymëmarrshëm, fjala rrjedh më tërhoqi vëmendjen. Nuk është një fjalë që e përdor shpesh për rrobat. Tingëllon më shumë si ujë. Pikërisht. Rrjedh është një zgjedhje gjeniale. Krijon imazh të lëvizjes fluide pas forcim. Nënkupton që pëlhura nuk e kundërshton trupin, por bashkëpunon me të. Pra, nuk është një armaturë e ngurtë. Jo, është si një lëkurë e dytë që lëviz me ty.
kalon nga marketingu vizual të ai kinetik, po të shesin ndjesinë e lëvizjes brenda fustanit. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me problemin më të madh të veshjeve formale, rehatin. Sigurisht. Përshkrimi thekson se është ideal për përdorim të gjatë eventeve. Kjo duket si një përgjigje direkte ndaj dhimbjes së këmbëve apo pamundësisë për të marrë frymë. Saktësisht. Ata po identifikojnë një pikë dhimbjeje të njohur dhe po ofrojnë zgjidhjen. Propozimi i vlerës. Elegancë që nuk kërkon sakrificë. Mund t'i kesh të dyja. Po, nuk duhet të zgjedhësh mes të dukurit bukur dhe të ndjerit mirë. Kjo e transformon fustanin nga një objekt i bukur në një aleat. Më kujtoj një dasëm ku isha, ku pas orës së parë, gjysma e të ftuarve kishin hequr këpucët. E di atë ndjesi. Kjo marke kupton që eleganca që kërkon vuajtje ka dalë mode. Dhe për ta vullosur, shtojnë edhe një shtresë sigurie, cilësinë. Materiali përshkruhet si i cilësisë së lartë, i zgjedhur me kujdes. Fraza i zgjedhur me kujdes është muzikë për veshët e konsumatorit. Evokon imazhe artizanati. E largon nga ideja e modës së shpejtë. Po, e pozicionon si një investim të vogël. Pra, premtimi i materialit është trepalësh, ndihet luksoz, është i rehatshëm dhe do të zgjas. Ky kombinim e bën çmimin të duket më i justifikuar. Në rregull. Pra, kanë ndërtuar pamjen, kanë premtuar ndjesinë, përpyetja tjetër është më e frikshmja. Ajo e stilit. Po, mirë, e bleva. Tani si dreqin ta vesh këtë pa u dukur sikur kam veshur një kostum? Dhe këtu ata kalojnë nga roli i shitësit në atë të stilistit personal. Pjesa e udhëzuesit të stilit është thelpsore. Sepse po heqin një barë psikologjike. Sakt, ankthin e stilimit. Ata e kuptojnë se shitja nuk mbaron me pagesën. Dhe këshillat janë shumë specifike. Për një mbrëmje gala, taka të larta, bizhuteri minimale. Për një fest koktej, vathe të spikatur. Madje shkojnë deri te flokët, val të lira ose një grumbull elegant. Është një recetë e gatshme. Po. Dhe vëresi çdo recetë përforcon narrativën. Për galan, minimalizmi tregon se fustani është ylli. Për koktelin, aksesorët luajnë manën romantike të mëngjve. Po japin klientit jo vetëm produktin, por edhe skenarin se si ta përdor me sukses. Por a nuk e vret kjo pak stilin personal? Nëse të gjithë ndjekin të njëjtat udhëzime, a nuk përfundojmë me një ushtri klonesh? Kjo është dilema. Nga njëra anë mund të shihet si kufizim, por nga ana tjetër, për shumicën e konsumatorëve, pasiguria është pengesa më e madhe. Pra, ky udhëzues funksionon si rrjet sigurie. Pikërisht. Ai thotë, nëse nuk je i sigurt, ja një formulë që funksionon 100%. Kjo ndërton besimin për të klikuar butonin shto në shport. Më pas, klienti është i lirë të eksperimentojë, por marka e ka kryer detyrën e saj. Mirë, pra kemi ëndrrën vizuale, premtimin fizik dhe manualin e përdorimit. Le ta ankorojmë këtë fustan në botën reale, logjistika, parat dhe lavanderia. Lavanderia. Çmimi është 80 euro, transporti me DHL ose ADEX, informacione standarde. Por ajo që më bëri përshtypje ishin udhëzimet e kujdesit. Më lejo ta marr me mend. Nuk thot hidhe në lavatriçe në 40 gradë, apo jo? As pak. Janë jashtëzakonisht specifike. Larje me dorë në ujë të ftohtë, tharje në hije, hekurim në temperaturë të ulët me një copë mbrojtëse. Ti po si shumë punë. Po. Dhe pikërisht aty fshihet një tjetër strategji psikologjike. Këto udhëzime nuk janë thjesht praktike, janë një mekanizëm për të rritur vlerën e perceptuar të produktit. Si funksionon kjo? Quhet efekti IKEA i aplikuar në modë. Fakti që duhet të investosh kohë dhe kujdes për të bën ta vlerësosh më shumë, të krijon një lidhje emocionale. Nuk kujdesesh kështu për një bluzë të lirë. Pikërisht. Udhëzimet e larjes po të thonë në mënyrë të pavetishme. Ky objekt është i çmuar, trajtoje si të tillë. Kjo është briljante. Pra, edhe mirëmbajtja bëhet pjesë e marketingut. Dhe pastaj vim te pjesa më moderne dhe ndoshta më e çuditshme. Funksioni virtual try-on përshkruhet si një veçori ku mund të ngarkosh një foto për të parë si të rri fustani, por pastaj me një transparencë shokuese pranon. Ky produkt nuk ka një imazh në formatin PNG për këtë funksion. Kjo është pjesa ime preferuar, sepse këtu fantazia aspiruese përplaset me realitetin e çrregullt të teknologjisë. Po, por nuk funksionon. A nuk është kjo një autogol? Si ta përmendësh fare? Këtu qëndron nuanca. Në vend që ta fshehin këtë tëmet, ata e komunikojnë hapur.
Kjo ndryshmëri, ky pranim i një kufizimi teknik mund të jetë më i fuqishëm se sa të pretendojë për sosmëri. Wow, prisja që ta fshihnin. Pra, pranimi i një dështimi të vogël mund të jetë një strategji më e fortë? Po, në një botë të kuruar deri në detaj, pranimi i një defekti të bën të dukesh autentik. Mesazhi është: ne jemi të sinqertë, po punojmë për të ardhmen, por ja ku jemi tani. Kjo ndërton një lloj besimi shumë delikat. Shumë të fortë madje, sepse blerësit modern janë skeptik. Ata e dinë që asgjë nuk është perfekte. Kur një markë e pranon këtë, ajo i trajton si inteligjent, dhe ky respekt mund të shpërblehet me besnikëri. Pra, duke e përmbledhur, udhëtimi ynë detektivistik na çoi nga një përshkrim i thjeshtë në një rrjet strategjish psikologjike. Po. Filluam me një fustan dhe përfunduam duke folur për feminitetin modern, balancën mes rehatisë dhe sakrificës dhe ndërtimin e besimit përmes papërsosmërisë. Saktësisht. Ky burim i vetëm dëshmon se si hapësirat më të zakonshme tregtare të internetit janë bërë tekste jashtëzakonisht të pasura, nuk shesin thjesht një produkt, po shesin një paketë të plotë, një identitet, një përvojë, një zgjidhje për pasiguritë dhe një premtim rehatie. Çdo detaj, nga valzimi i mëngve te transparenca për një funksion që mungon, është një fije në këtë tapet të madh narrativ. Dhe gjithë kjo bisedë për teknologjinë, veçanërisht për atë funksionin e provës virtuale, më lë me një pyetje në mendje për të ardhmen. Po. Burimi përmend, edhe pse si një mundësi jo aktive, aftësinë për ta provuar fustanin virtualisht. Kjo na çon në një mendim përmbyllës. Që është? Në epokën e avatarëve digital dhe realiteteve virtuale, si ndryshon marrëdhënia jon me modën dhe me trupat tanë fizik? Aftësia për t'i parë rrobat të veshura nga vetja jon digjitale. Pyetje e mirë. A na afron më shumë me produktin, apo krijon një lloj të ri distance ku ne angazhohemi më shumë me një version ideal të vetes në ekran sesa me realitetin ton fizik e të papërsosur? Kjo mbetet për të parë.